Kemi një vlerësim për figurën e zotit Konjufqa dhe është e vërtet kjo. Jo dini kur ishte situata në falamen krimi një qeverie, është një proces tjetër. Kushdo që i merë përgjësi, e merë përsipër me siguru votën. Ne nuk kemi pas ndonjë propozim ose kërkes nga vetë vendosje për çfarë do bashkëpunimi. Ka si me thonë kërkesa për takime, po nuk mendojmë që takimet janë diçka që ja vlen, ku nuk ka propozime për ndonjë përgjithësi, për ndonjë bashkëpunim, për ndonjë situatë të re. Megjithatë, kjo që ka ndodhur me këtë qeveri nuk është shumë e qartë. Për shembull, kryeministri i mëhershëm është zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm. Pastaj shumica e ministrat mëhershëm janë aty. Pra, është e vështirë të diskutohet për një dalje nga kjo gjendje në situatën çfarë është, pas parasysh të shqetësimet buxhetore të gjitha, duke qenë kështu, ne po lutemi që zgjedhin. Po kanë kërku për komunikim. Zoti Konjufqa ose nga zyra e tij ka pas kërkesa për takim ose konsulta me kolegët tonë dhe me mua në këtë rast, por nuk e shohim si me shku në takime ta zonë që e shpreja që të ma votën si vllase për Kosovën. Po Kosovën nuk është se e donë vetëm një, të gjithë e duan, dikush më shumë ndoshta, po nuk ka diçka serioze në qasjen e tyre, nuk besoj që edhe sikur të kishte pra dhe një propozim bashkëpunimi, ju e dini qëndrimin tonë, po prapë nuk ka pas një propozim, duke qenë korrekt, nuk ka as një propozim bashkëpunimi ose ndalë përgjithësive ose që është logjika në këtë rast, me pi kafe, mu taku. Jo, mu taku nuk e fshej, po nuk jo, edhe nuk kom plan, pra me pi kafe kështu. Unë muj me taku zotin Konjufqa në rrugë dhe jep dorën e përshëndes, muj me pi kafe me tonë se takon arasisht, po nuk planifikoj mu taku për këtë zhvillim. Nuk ka shumë ndryshim nga ajo që kemi thonë s'ka kurti 3, realisht na nuk po e shohim këta Konjufqa 2 diçka, po e shohim prap kurti diçka. Nuk çdo herë do ta ndihmojshim vendin me dalë nga një gjendje, por nuk po e shohim mundësinë e veprimit të tillë, për shkak se sikurse e dim, pra shumë procese paraprake, që marrë një buxhet në kuvend nuk ekzistojnë. Pra nuk ekziston qeveria që jep buxhetin, nuk ekzistojnë mekanizmi ligjor që e sjell mundësinë e një votimi. Sikur nesër të isha në seancë, do të ishte një buxhet ose një diçka të paktën për 3 muaj ose një ngjarje të caktuar, nuk e kishim. Megjithatë unë mendoj se ende jemi në kohë, pra nuk po e them këta veç me dhënë shpresë të rrejshme, nëse shkojmë shpejt në zgjedhje jemi në kohë që dikun para marsit me i pas institucionet e ardhshme e deri në fund shkurtit ekziston vazhdimi i buxhetit. Ekziston deri në shkurt, ekziston buxheti. Deri në shkurt vitit që vjen, është praktikë kjo që ekziston buxheti, po me bo me hyje në mars krijohen komplikime dhe duhet me përshpejtu. Pra ata dhe ju kemi lutur edhe presidentës që nëse mundet pa të konsumon të procedurat kushtetuese një afat më të shkurt, t'ia fiton ndonjë ditë Kosovës.